deri para 100 viteve në botë nuk kishte kardiolog, doktor zemre quhet kardiolog, sepse nuk kishte të smur me zemër, nuk kishte sëmundje zemre. Madje sa për kuriozitet dhe personi që shpiku i pari EKG-n, ata aparati që kontrollon zemrën dhe tentoi t'ia shiste këtë Harvardit, institucion më të madh në botë, akoma dhe sot ai Harvardi njihet. Ky institucion nuk pranoi ta blinte, sepse tha, "Ma nuk po duhet, për çfarë ta përdor? S'kemi pacient për këtë lloj device ose këtë shpikje që ai kishte bërë." Ndërsa sot kjo sëmundjet kardiovaskulare janë numri 1 në botë për vdekshmëri. Është më shumë se sa kanceri, është më shumë se sa demencia, është numri 1 për të gjitha llojet e sëmundjeve që kemi në botë. Me përjashtim të sëmundjeve të lindura të zemrës, të gjitha arsyet e tjera që shkaktojnë këtë lloj problemi dhe që kanë një vdekshmëri të lartë në fjalë, mund të shmangen, mund të rregullohen në normalitet të plotë, edhe për këtë do flasim edhe sot. Pa bërë kirurgji, pa vendosur onaza në zemër, ose dhe akoma më keq pa përdorur këto ilaçe të shumta abuzive, që në fakt krejnë më shumë dëm se sa shërojnë. Përshëndetje miq, unë jam Vali dhe sot do hedhim një vështrim të përgjithshëm mbi sëmundjet e zemrës, shkaqet e vërteta, shkencore, statistikore, biokimike dhe fizike, studimet mbi këto arsye, si dhe trajtimin alternativ bashkë me atë konvencional, si gjithmonë. Ndajni këtë video me dikë që njihni dhe ka ndonjë nga këto sëmundjet kardiovaskulare, për të përfituar sa më shumë të mundet. Gjithmonë mos ndërprisni mjekimet tuaja pa e diskutuar këtë lloj trajtimi me mjekun tuaj të familjes, atë specialist ose kardiolog. Të gjitha këto video janë thjesht informuese dhe ndërgjegjësuese. Zemra ka 2 anë, një djathtas edhe një majtas. Dhe secila nga këto pjesë të zemrës kanë 2 dhoma, 2 dhoma të vogla që janë sipër që quhen atriume dhe 2 dhoma të mëdha poshtë që quhen ventrikulli. Si fillon ose çfarë është qarkullimi i gjakut ose po marrim anën e majt ose ventrikullin e majt që lëshon gjakun në aort. Nga ventrikulli i majt ose nga dhoma e madhe majtas shkon në aort, nga aorta shkon në gjithë trupin, në gjithë qelizat e trupit ton, takon dhe prek gjithë qelizat e trupit ton, dhe pastaj në fund fare shndërrohet nga kapilar arterial, shndërrohet në kapilar venoz, kthehet mbrapsh dhe nëpërmjet 2 ende të mëdha të gjakut futet ke dhoma e vogël djathtas, atriumi djathtë. Nga këtej do kalojnë në dhomën e majt e madhe djathtas, nga dhoma e madhe djathtas do hedhi gjaku në mushkri dhe aty në mushkri do marrë oksigjen, do pastrohet dhe nga mushkria do kthehet në atriumin e majt dhe nga atriumi i majt do kthehet në ventrikullin e majt. Pra ky është gjithë qarkullimi, e kemi bërë në klasë të 5, të 6, 8 vjeçares, qarkullimi i madh dhe qarkullimi i vogël, ai mushkore dhe këto. Janë 2 lloj mënyrat se si ne kemi sëmundjet e zemrës. Janë ato që quhen të lindura, zakonisht është defekt ndërmjet 2 pjesëve të zemrës, është e hapur, ajo që quhet foramen ovalum, ose defekt ndërmjet 2 atriumet, komunikim me njëra tjetrën, ose defekt ndërmjet 2 ventrikulve, 2 dhoma të mëdha ose 2 dhomave të vogla. Dhe është një tjetër që quhet tetrada fallot me 4 probleme goxha të mëdha. Zakonisht nuk janë në vitin e parë të jetës mund të shkaktojnë vdekje, nëse nuk bëhet kirurgji. Me kirurgji disa herë ajo kalon dhe ka dhënë goxha rezultat kirurgjia me fjalë të raste. Shumica e problemeve të zemrës, ato që kemi në 100 vite që i kemi krijuar vetvetes me fjalë ato quhen sëmundjet e fituara të zemrës, që i shkaktojmë neve pa dashje, pa dije, dhe këto shkaktohen nga ushqimet, nga ilaçet, keq diagnostikimi, duhani, alkooli, stresi, arsye të tjera. Janë ushqime të përpunuara, me shumë karbohidrate dhe sidomos përdorimi i gjerë në këto 100 vitet e fundit, shpikja dhe përdorimi i vajrave vegetale, kudo në gatim, në skuqe, në ushqimet brumore e të tjera. Sa për kuriozitet, për të hequr problemin e kolesterolit, rreth 64% e të gjithë personave që paraqiten në spital dhe kryen analiza me atak në zemër, me infarkt ose goditje në zemër ose dhimbje në zemër, me probleme të zemrës, ata kanë një nivel, mbi gjysma, 64%, kanë një nivel totalisht normal të kolesterolit, më pak se 100 mg për decilitër. 1/4 e tyre kanë më pak se 70 me fjalë, dhe rreth 70% e kanë më pak se 130, që quhet
idealja me fjalë. Këta thonë po të ulësh kolesterol nuk ke probleme me zemrën. Absolutisht jo. Më shumë se sa gjysma kanë kolesterol normal dhe kanë infarkt ose kanë atak zemre. Kjo është thjesht për të hequr çdo lloj keq kuptimi, keq informimi, gjithçka që bëhen edhe nga firmat farmaceutike që thonë doon që uli kolesterolin dhe nuk keni asnjë problem nga zemra. Është mashtrimi numër 1 me fjalë. Besoj zonë se kjo duhet të ndihmuese edhe për kardiologët, mjekët e familjes, të cilët kur t'i sqarojnë pacientit, tu bëjnë të qartë doon që këto janë problemet dhe nuk kanë lidhje me kolesterolin. Kemi një video mbi kolesterolin që kanë folur më gjerësisht dhe më hollësisht, mund ta ndiqni atë me. Tani do marrim rastet ose shkaqet e sëmundjeve të zemrës. E para dhe kryesorja është ajo që quhet sëmundjet e arterieve koronare. Arteria koronare është vetëm ajo del direkt nga aorta, sa fillon nga zemra, në harakun e aortës del kjo arteria koronare. Nuk ka ndim tjetër, ka vetëm një arterie që furnizon zemrën. Dhe kjo arterie koronare ndahet në 2-3 branche, në deg të tjera me fjalë, dhe pastaj inervon të gjithë zemrën, çdo lloj qelize. Më bani mend, gjaku ose kapilarët shkojnë në çdo lloj qelize të trupit tonë, si më thënë e përfshin atë me fjalë dhe lëshojnë oksigjenin dhe ushqimet dhe pastaj vazhdojnë rrugën, nuk mbaron ena e gjakut, po vazhdon rrugën dhe quhet ven ose kapilar venos. Nga kapilar arterial quhet kapilar venos. Pra, kjo është qarkullimi i gjakut. Do kemi tek këto koronare, të gjithë e din koronare se bëjnë provat, bëjnë ekzaminime të ndryshme. Do kemi formimin e këtyre pllakave që quhet pllakat aterosklerotike. Do kemi ngushtim të diametrit të enës, ulet sasia e gjakut në miokard që shkon, ulet sasia e oksigjenit që këto qelida marrin në këtë lloj zone dhe në arsyet e rënduara mund të kemi çlirim ose shkëputje të kësaj masës dhe krimin e një trombi. Dhe trombi pastaj do shkaktoj bllokim të enës më tutje, duke dhënë vdekje, sepse thash që arteria koronare është një, dhe duke dhënë vdekje të asaj zonës që përfundon ose bllokon. Jo të gjithë miokardit, por të asaj pjese. Meqense është shumë e rëndësishme kjo dhe është kryesorja, në një video të ardhshme, ndoshta pas 2 videove apo pas një video, do flas vetëm për sëmundjet koronare të zemrës, edhe infarktin e miokardit, edhe bashkë me kolesterolin, me fjalë, sepse është shumë e rëndësishme dhe është kryesorja ke zemra. E dyta është pamjaftueshmëria ose dështimi i punës së zemrës për të hedhur sasinë e nevojshme dhe shpejtësinë e nevojshme që trupi ka nevojë për gjak, ajo që quhet heart failure në anglisht. Zakonisht fillon në zonën në anën e majtë të zemrës, ke ventrikulli kryesor, që ai i madh, që nxjerr gjakun në gjithë trupin. Kjo mund të ndodhë për shkak se nga rezistenca që gjithë enë të gjakut, mos harro diçka që enë të gjakut në trupin tonë janë pothuajse 50.000, 70.000 kilometra, 1000 kilometra. Ti vish 2 herë vërdall Ekuadorit, kaq e gjatë është sistemi i jon arterial venos në trupin tonë. Kështu që këto, me fjalë, kur kanë rezistencë, kur kemi rezistencë ndaj insulinës, kur kemi ulje të oksidit të nitrik, kemi hiperinsulinemi, nxithet sistemi nervor simpatetik dhe ky sistem nervor shtrëngon muskulin e endet të gjakut, siç kanë folur ke video mbi hipertensionin, dhe duke sjell rezistencë. Pra, sa më e fortë jetë ena e gjakut, aq më vështirë është për gjakun që të shtyhet në këtë lloj ene. Ajo do zvogloj diametrin me fjalë. Pra, me kalimin e viteve zemra punon, zemra është muskull shumë i fuqishëm, punon, arrin të shtyjë gjak, po me kalimin e viteve zemra lodhet, muskuli për shkak të punës së rënduar trashet, kemi hipertrofi të muskulit të zemrës, nuk do të nxjerr dot më shumë gjak dhe duke u trashur e duke dhënë rezistencë, do hapi rezistencë mbrapa, duke krijuar problem edhe tek zemra e djathtë. Fillon nga zemra e majtë, edhe ke zemra e djathtë. Kur kalojnë të dy ato, pastaj është ajo që quhet dështim total i zemrës. Zakonisht njerëz kërkojnë transplant të zemrës. Kemi kardiomiopatin. Kardio e thon zemrës, mio e thon muskulit, pati e thon abnormalitet ose sëmundje. Pra, kur kemi dëmtim ose sëmundje të muskulit të zemrës. Në këtë rast kemi kur ky muskull trashet, bashkë edhe septumi, edhe ai pjesa që ndan dy zemrat, të majtën dhe të djathtën, edhe ajo trashet,
edhe muskuli i miokardit, sidomos i ventrikujve, i dhomave të mëdha trasit, dhe sasia e gjakut, kemi një zëmër të zmadhuar në këtë rast, dhe pastaj duke u trashur këto, trashen dhe atriumet, gjithçka është ngarkesë. Çdo lloj ngarkese që nuk arrit do të punojë mirë, do japi pasojë mbrapa, dhe do kemi problem me atriumet, me dhomat e vogla. Dhe në këtë rast kemi edhe aneurizmat e aortës ascendente, të sipërme, edhe të aortës abdominale sidomos. Aneurizma është kur kemi zgjerim, zgjerohet ajo me fjalë edhe ndërmjet murit dhe mund të japi vdekje kur çahet, zakonisht diseksioni i aortës që quhet. Zakonisht është shumë emergjente, do në 3-4 sekonda pacienti mund të vdesë nëse ka këtë smadhim të këtyre. Janë sëmundjet e arterieve periferike, ateromat, vaskulitet, sepse që thash, arteret periferike rrisin rezistencën ndaj prurjes së gjakut, kjo shton punën e zëmrës, krijohet hipertrofi, smadhim zëmre, pa mjaftueshmëri për të hedhur më shumë gjak. Kemi sëmundjet e valvulave, mos harroni diçka, zëmra ka 4 valvula, po 2 ka brenda ndërmjet atriumit edhe ventrikujve, 2 dhoma të vogla të mëdha, 2 tjerat i kanë në aortën, te aorta dhe ke arteria pulmonare, ose trugu pulmonar që shkon në mushkëri. Po këto valvulat mbajnë me ca muskuj, punojnë, i japin mundësi gjakut të kalojë vetëm në një drejtim dhe mbyllet tamam valvul, dhe mbajnë me tërmjet disa muskujve, disa fijeve të forta. Në rastin kur kemi sëmundje të këtyre muskujve që mbajnë valvulave, ato zakonisht janë të parikthyer dhe kërkohet kirurgji. Ajo që bëhet trim valvuleve, aortale ose mitrale ose trikuspitale. Tjetër është perikarditi, i gjashti është perikarditi. Perikarditi është zëmra ka 3 pjesë, ka pjesën e brendshme, një cip që quhet endokarditi, ka muskulin që quhet miokardit, ka dhe një shtresë të jashtme që quhet perikardit. Pa perikardit dhe dëgjonim zëmrën tërkohës bum 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 bum, tërkohës, nuk do flinim dot gjumë kur thonë. Pikërisht kemi këtë perikarditin, kemi këtë cipën e trash të jashtme, e cila bëhet nga disa shtresa, ka dhe një lëng brenda i cili ruan ose stabilizon, amortizon rajën e zëmrës, fuqinë e zëmrës, edhe zhurmën, po edhe formën e zëmrës. Kjo është arsye që kur kemi perikardit në kupton inflamacion të perikarditit, kur ajo inflamohet, ky lëngu inflamohet, dhe do mund të inflamohet në mënyrë infektive, duke krijuar qelp, që quhet tamponata e zëmrës, zakonisht hiqet me shiring nëpërmjet ekos, bëhet eko dhe hiqet me shiring. Në rastet e kemi ose kur kemi gjak, në këta që quhet hemiperikardit, që është më i rrezikshëm si rast. Këta kanë dhimbje kur shtrihen, shkaqet mund të jenë virusale, autoimune, siç e thash, artriti reumatoid, lupusi, mund të jetë traumatike, bakterie të ndryshme, parazite ose myqe. Jepet në këtë raste kolchicina dhe aspirin ose ibuprofen ose dhe kortikosteroid shumë javë ose disa muaj. Kërkon kohë të gjatë që të rregullohet. Dhe siç u thash, kemi problemet e endokarditit ose asaj cipës së brendshme që është brenda dhomave të zëmrës. Dhe kjo cipë është zakonisht kjo ka lidhje me inflamacionet, me markuesit e inflamacionit. Për shembull, proteinat C reaktive, interleukinat 1, interleukinat 6, TNF alfa e tjera. Këto e lidhin shumica e studimeve tregon sepse kjo lidhet me mikrobiomën e gojës. Pra kur ne kemi kavitet, kur ne kemi një higjen jo të mirë të gojës, gjitha këto mikrobet, do shtohen mikrobet e këqija, të cilat do kalojnë në gjak. Madje edhe kur ne përdorim furçën në mënyrë të fortë, me fjalë, përdorin but furçën, asnjëherë mos merrni furçë të fortë, të jetë me ato furçën e but, sepse duke e bërë fort, ajo do çajë enën e gjakut dhe këto mikrobe direkt nga goja, nga rrënja e dhëmbëve, do kalojnë në gjak, nga gjaku kanë një preferencë shumë të madhe për të bashkuar, për të kaluar në gjak dhe për të ngecur ke endokarditi ose ke cipa e brendshme e kësaj. Zakonisht është janë llojet të streptokokut, janë shumë lloje streptokokut, po një nga llojet e streptokokut ka nevojë të ta dini. Më radh kemi dhe çrregullim të mpiksjes së gjakut në lupus, disa lloj bakteriesh dhe myqesh, siç e thash, po prap dëmtojnë endokarditin. Dhe ose kur kemi zvendësim të valvulave, duke bërë zvendësimin e valvulave ne prekim atë cipën endokarditit dhe mund të krijojë inflamacione.
Zakonisht jepet bëhet mjekim me antibiotik venos me dozat shumë të larta, sepse është rrezik shumë i madh, edhe ose rivendosje e valvulës, nëse është rasti i valvulave. Dhe e teta, e fundit, janë aritmit e ndryshme. Këtu janë të gjitha, takikardi, bradikardi, atrial fibrillation, atrial flutter, bloke tipi 1, 2, 3, 2A, 2B, 2, 3, takikardia ventrikulare, fibrillacioni ventrikular, është dhe asistolia që është vdekja. Kur ndalon së punuari zemra quhet asistoli. Studimet të 10 veçare, statistikore, kanë treguar se rreziqet që shtojnë sëmundjet e zemrës janë diabeti 1 dhe diabeti 2, pra e shton këtë rrezik rreth 11 herë. Janë insulin resistance rreth 6 herë, hipertensioni 4.5 herë, obeziteti 4.3 herë, duhani jashtëzakonisht i rëndësishëm 4 herë, trigliceridi 2 herë. Kurse kolesteroli, një nga llojet e kolesterolit, vetëm 1.6 herë. Është i fundit fare në listë, që ka thash, është i 13 në listë, në fakt që mund të shkaktojë sëmundje zemre. Zemra ka një metabolizëm shumë të lartë, e dyta pas veshkave, dhe nuk bën naze çfarë lloj ushqimi ti vjen, ose çfarë lloj energjie ti vjen. Por në provat janë bërë 70% përdor yndyrë, prandaj duhet të marrim yndyrë, sepse zemra punon me yndyrë 70%, rreth 20% me glukozë, dhe pastaj me laktate, me ketone dhe shumë radhë me proteina. Pacientët zakonisht me këto problemet e zemrës do shfaqin, keni parasysh këto shenja, janë dhimbje gjoksi majtas. Ajo mund të zgjerohet në mjekër, në qafë, në pjesën e mbrapme, në dorën e majt. Mund të ketë përzjera, marrje mëndsh, edhe të vjella në rastet më të rënda, vjerës të ftohta, të mëdhaja, me fjalë. Rasti më i famshëm është infarkti miokardi në këto raste. Diagnoza mund vendoset me EKG, analizat e gjakut, shumë ke infarkti miokardi është troponina, është inflamacioni proteinat C reaktive. Ekokardiograma, bëhet eko, siç bëhet eko e barkut, bëhet dhe eko e zemrës. Janë gjithë këto shenjat klinike, domethënë që mjeku kardiolog i gjen më njëherë. Është prova e biçikletës ose tapetit që quhet sot, gjithmonë është duke frikshëm kjo. Koronarografia, kur kalohet me kontrast, shkohet dhe kontrollohen gjithë endet e gjakut të zemrës. Është ajo që vjet scoring të coronary calcium, kontrollohet calciumi me skaner, me fjalë. Dhe bëhet holter për aritmit, për të mbajtur zakonisht, mund ta kontrollojmë në këtë mënyrë. Meshkujt preken më shpesh me fjalë se sa femrat, sepse femrat janë të mbrojtura deri në një farë moshe nga estrogeni, gjithmonë, ke vitet e kaluara. Mosha e madhe gjithashtu ndikon, historia familjare, përdorimi i drogave të forta, dhe shumë e rëndësishme është osa ose ndalimi i frymëmarrjes ose zvogëlimi i frymëmarrjes dhe gjatë natës, sepse ulet oksigjeni edhe muskuli i zemrës vuan jashtëzakonisht shumë. Pothuajse të gjitha shkaqet direkte dhe indirekte, siç u thash, të gjitha ato shkaqet që ju përmenda më sipër, përjashto duhanit, të gjitha kanë si origjinë rezistencën ndaj insulinës, hiperinsulinemin dhe inflamacionin e shpeshtë. Ndaj dhe kujdesin ndaj zemrës do jetë si në gjitha videot e mëparshme që më kam thënë, pra duke folur për diabetin, keni 3 video për diabetin, për hipertensionin, si të shërohemi nga ato, nga mbi pesha dhe nga inflamacioni kronik. Nëse zbatoni sa më shumë prej këtyre strategjive natyrale, ushqimore, gjithmonë të suksesshme janë do jenë për shëndetin tonë. Mirë miq, në videon e ardhshme do të tregoj mënyrën më të saktë shkencore se si ketonet ndihmojnë në rirregullimin e problemeve të zemrës, disa gabime në mjekime që shumica prej jush jeni duke i përdorur çdo ditë. Mos harroni, kujdesuni dhe kujtoni gjithmonë se shëndeti juaj është në dorën tuaj, është përgjegjësia juaj. Ju uroj të gjithëve nga zemra të keni shëndet të plotë dhe mirupafshim.